fitore e merituar dhe shumë emocionuese. Kam bindjen se nuk keni shijuar ndonjë ndeshje në një fitore më shumë se sot. Po, është vërtet. Edhe sot bëm atë që nuk bëm në ndeshjen tjetër duke fitu 2-1 dhe duke fal golin e barazimit të Gnatjes. Sot rregullum atë gabim që bëm atje, vujtëm për shumë minuta, po thuj se realisht Dinamo ishte më mirë se na në pjesën e dytë. Vujtëm, lujtën me sakrificë maksimum, edhe dëmtum, edhe me probleme, edhe keshte ndeshje karakterit, po ndeshje që vlen shumë sepse janë 3 pikë. Profesor, pas ndeshjes trajneri Daja në prononcimin për dëshë tha që vllaznisë kemi mësuar si duhet futbolli. Keni një koment për këtë? Me thonë unë këtë punë, mirë se kam lujtë futbol dhe të vllaznia, po ka njerëz që s'kan lujtë futbol kur s'kan këtë drejtë, sepse vllaznia dhe Dinamo janë legjenda me lojtarë në fushë dhe mësaj. Gjithsesi, unë them që sot Dinamo ishte më mirë se na, lujti më mirë se na vuni vështirësi. Mandej thash, e rëndësishmja e kësaj gjajet është marrja 3 pikëve, sakrifica e djemve që nga minuta por dhe minutë 95, 97, lanin gjithë shanë fush, edhe bravo i qoftë, jam krenar për ta. Sa i karikoj deklarata juaj para ndeshjes, profesor? Nuk e di, duhet me pyet djemt, unë jam thjesht një nërta. Përveç lojtarëve karikojnë pak të tifozërinë, sepse ishte tepër aktive ditën e sotme dhe në fund kishte një falënderim për to. Unë jam dhe kam kënë gjithmonë me bërë një futbol fair play në gjitha drejtimet. Po kur shoh që i dalin punës përpara, vinë losin karshines dhe bëjnë presion, karshi arbitrave, karshi njerëzve, manej aty dal edhe unë pak nga vetja. Mu më pëlqen vllaznia si ka luajtur gjithmonë, shembull, edukata në maksimum, e pranoj, pavarësisht sot se pranosh, e pranoj edhe duhet rokitin e kundërshtarit kur lot mirë, por kurse si nuk mundesh me ofenduj qëtë. Çfarë kishte më shumë kjo ndeshje, profesor? Kja kishte shumë, sepse e disha që është ndeshje e vështirë, e disha gjendjen fizike të futbollistave mas këtyre peripecive që kishim kalu, edhe prandaj ishte shumë e rëndësishme fitoria, aq më tepër që kishim një rival që u dote me u shkput, sepse me thënë drejtën edhe në fazën e parë kemi luajtur më mirë se ata, po kemi humbur. Sot luajtën ata më mirë se na, fituam. Thatë se Dinamo ju vuj në përqërsi, ku shfrytëzoi ekipi mik që mori e përsin territoriale? Unë them që shënum golin, e arrit me atë që deshën për paraneshjes. Normalisht është kur bëhen të domosdoshme marrja 3 pikëve, përgjegjësia shumë e madhe. Në ato momente të pjesë dytë, fillimin e pjesë dytë, u tërhekme sepse doshim e patjetër fitore. Normalisht nuk e kërkum, por jam i vetëdijshëm dhe i kuptoj lojtarët sepse gjendja aty në thash nuk ishte ajo që duhet. Pam Kallakun që do li dëmtuar me Barret, ka diçka serioze? Kallaku ka luajtur i dëmtuar edhe këtë ndeshje edhe ndeshjen tjetër që kena luajtur në Rogozhin. Është dëmtim i vjetër, shpresoj që mos të jetë i madh dhe besoj që është i madh, por gjithsesi edhe nëse do të jetë, do ta çojmë jashtë jetë për rikuperimin patjetër. Do bërë kampionatin ndërkombëtar. Shijoni dhe shfrytëzoni këtë pushim të kampionatit? Gjergj, unë kam thënë djemve që duhet të mbyllim të dyja fazat dhe do të kërkojmë ta ruajmë vendin e parë. Jemi 1 pikë plus me 2 ndeshjet që kemi bën fazën e parë, kemi humbur me Dinamon, kemi fitu me Gnatjen, kështu që një barazim atje dhe një fitore sot jemi 1 pikë më tepër, kështu që besoj të djemë, besoj verbrisht të ta, besoj të karakterit tyne dhe bashkë me këtë tifozë që ishin stadium shpresoj të dorë. Këti tani që ke pa gjitha ekipet, kë shikon si rivalin kryesor të vllaznisë për titullin kampion? Se ta përshihet që vllaznia është për mund paktën rivalin kryesor. Unë shoh me thënë drejt, shoh Partizanin dhe Tiranën. Partizanin dhe Tiranën. Profesor, pas pushimit ekipet kombëtar rikthenin fushë përsëri diçka për ndeshjen e ardhshme. Është shumë e rëndësishme rikuperimi këto 2 ditë që do jemi pushim, do të mbledhim gjitha forcat për me vazhdu më tej, do të na kthehet Bismarku, do të na kthehet Droz, do të rritet gjendja e lojtarëve që janë dëmtuar dhe po losin me gjysmë. Kështu që mendoj që do jemi më mirë, do jemi më të freskë, do jemi më të gatshëm. Profesor, deri tani keni qenë shumë të këmbë tokë sa i përket titullit kampion. Sa herë ju keni pyetur? Ka marrë më shumë formë tashmë kjo vllaznia drejt titullit? Jeni pak më i hapur? Senat, unë e kam thënë që nuk munden më mshi mas gishtit. Kur unë e kam thënë që futbollistët e mi janë më të mirë, nuk e kam deklaruar. Por sot e them më me bindje sepse karakteri i tyre e kërkojnë me ngulm dhe e marrin atë që kërkojnë. Ne do të ulemi në kamp tokë, kemi ndeshje jashtëzakonisht vështirë me Partizanin.
sepse kemi 2 javë pushim, po mendja nesha në Partizanin vjen shumë shpejt. Qëjmë ta 2 ditë pushim dhe mëndje të shtrojnë as stërvitjes, tulim kokën fort, punojmë fort, sepse si jemi as në gjysë rrugës, unë e di se që do me thonë një pushim 2 javor që të nga shërbe një zakonisht shumë. Kam djem me mosht pjekun dhe gjithë se cili edhe në qovë se unë do t'jem euforik, pavarësisht se s'jam sepse e di mirë se që do me thonë kja punë, atë janë gjithë me kanë tokë, janë gjithë për ullun, punojnë si qetë nga mjesi deri në dorë, edhe kjo është e që motivon edhe më banë me kanë ma me besim të kjo gjë. Ndeshjen e kaluar pati pak luhatje, portieri Gjerman, por sot ju mbajti në lojë, sinqerisht. Po futbolli është i tillë, nuk mundesh me shit një portier ose një lojtar në momentin që është keq. Unë kam qenë futbollist vet, kam pas neshje të këqija që normalisht neshjen tjetër do është me kanë stol, por besimin edhe të emin edhe të lojtarëve e kishte, edhe mendoj që na shpërbleu më së miri. Faleminderit.